يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. Kur Allahu subhanahu wa taala ka marrë besën, premtimin prej pejgamberëve, lemma atejtukum min kitabin wa hikma, pasi që atyre u ka dhënë libër dhe urtësi, thumma ja'akum rasul, nëse ju vjen juve një pejgamber, musaddiqun lima ma'akum, i cili është vërtetues me atë që ju e keni veçndur të juve, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, duhet të i besoni atij dhe të ndihmoni. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Ju ka thënë Allahu subhanahu wa taala, apo e pranoni këtë dhe po e dëshmoni se e keni dhënë premtimin? Qalu aqrarna, ata ka thënë po, pejgamber të gjithë. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Ju ka thënë Allahu, dëshmoni se edhe unë jam me juve dëshmitar. Faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kushdo që devion dhe e kthen shpinën pas kësaj, ai do të jetë fasik i prishur. E fa ghayra dinillahi yabghun, a mos fe tjetër përveç fesë Allahut po kërkojnë, wa lahu aslama man fi s-samawati wal ardi taw'an wa karha, kurse Allah subhanahu wa taala ju ka nënshtruar gjithçka ka në tokë në qiell me dëshirë ose me dhunë, wa ilayhi yurja'un, dhe ta Allahu subhanahu wa taala të gjithë kena më kthy. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin. Allahu subhanahu wa taala ka marrë besën prej të gjithë pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët që në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kanë qenë 124.000 pejgamberë gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Të gjithëve Allahu subhanahu wa taala ju ka thonë, nëse duke qenë ju gjallë vjen një pejgamber emri i cilit ka me qenë Muhammed, duheni me i besu atij edhe me i ndihmu. Kjo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është shariati juaj. Të gjithë pejgamberët po të ishin gjallë në kohën kur është gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kanë për detyrë me i besua se është pejgamberi i fundit, vula pejgamberëve, më i miri i pejgamberëve dhe më u bind me ndihmu çka që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata me punu. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Për këto Muhammed, kur Allah subhanahu wa taala u ka thënë pejgamberëve të gjithëve, pasi që ju ka dhënë libër e ka bërë pejgamber, shifni nëse ju vjen një pejgamber duke qenë ju gjallë, duhet me i besu. Edhe duhet ju me ndihmu atë. Sepse besimi pa punë nuk vlen. Besimi unë i besoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma majtë i këshyrim për të veta unë të mijat, këtë s'ka iman hiq. Se ka njerëz të cilët mendojnë se çështë pështojnë. Unë jam musliman, ama kur gjas sjek kontribut, ky është besim. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Keni me besua edhe keni me ndihmu. Kush do më ndihmu pejgamberit juve? Abu Jehli? Kush do më ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me përha fjalën e Allahut? Përveç besimtarëve.
Dhe nëse gjendet një sahabi e që s'gjendet kur që nuk i ka ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ekziston. Disave që në vanua njëre për me ndihmu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veç që në vanu, Allah subhanahu wa taala i ka mojt të izoluar dhe i ka bërë shembull ata deri në ditën e Kiametit që nuk bën me vanu ndihmën për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, do të thonë çështja e parë, çështja e imanit, duhet me besue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe me ndihmu. Do kanë gjallë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ndihmu sunetin, me ndihmu fen, që ata që ka përhap pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përhap edhe na. Çështja e dytë, vlera e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se dietar kanë pas me zvete diskutim cilat janë krijesat më të bukura, më të dashura të Allahut subhanahu wa taala, më të mira, dhe në përfundim kanë thonë janë Muhamedi dhe Xhibrili. Dhe për këtyre dyve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijesa më e mirë që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe shariati, feja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është shariati i fundit. Ligjet e fundit që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala, dhe kushdo që takohet me këtë shariat, ose ka me ndihmua këtë shariat, ose është kafir. Kushdo që takohet me shariatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ose ka me sipas këtij shariati, ose nuk është musliman. Edhe qoftë pejgamber më kon, ky s'ka drejt më shmong prej shariatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kërkosh hiç. Edhe të gjithë pejgamberët më bë bashk 124.000 në prezencë të tyre është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ka me u vendos sipas shariatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kushdo që e kundërshton, kushdo që del kundër, kushdo që nuk bën pjesë, kushdo që nuk i nënshtrohet Allah dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në shariatin që ka zbrit Allah subhanahu wa taala në Kur'an, dhe që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në librin e tij, në sunetin e tij, ai del prej fesë Allah subhanahu wa taala. Edhe Isa alayhi salatu wassalam kur zbret ka me punua sipas shariatit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse nuk ka mundësi dikush pas ardhes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me pas rregullore të tjera përveç rregullores së Islamit e të jetë musliman. S'ka mundësi. Ajo është i dalën prej fesë Allah subhanahu wa taala. Dhe kur vjen Isa alayhi salatu wasalam, i gjithë shariati që e kena na, i gjithë është në fuqi. Edhe ato lëvizje që i bën Isa alayhi salatu wasalam, i bën me porosit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të gjindura në librat e sakta të hadithit. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Allah subhanahu wa taala ka marrë besë të gjithë pejgamberëve. Be'a të gjithë pejgamberët kanë pas që nëse vjen Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ata janë ndihmues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A keni pranuar këtë dhe keni dhënë premtimin? Allah subhanahu wa taala i thotë pejgamberëve, qalu aqrarna, pejgamberët alaihi wasallam të gjithë kanë thënë po, e kena besu. Qala fashhadu, Allah subhanahu wa taala ka thënë pejgamberëve, dëshmoni. Wa ana ma'akum min ash-shahidin, se edhe unë me juve dëshmoj. Për të një pjesë e komentatorëve të Kur'anit thonë se të gjithë pejgamberët kur kanë ardhur te populli i vet, i kanë thonë popullit të vet, nëse takoheni me një pejgamber me këtë cilësi, e që ishin cilësitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, doni me i besu edhe me pasu. Shhedu, dëshmoni, se kjo është pejgamberi i fundit. Të gjithë pejgamberët i kanë thonë popujve të tyre, nëse jeni gjallë duke qenë ju njët, vjen një pejgamber me këtë cilësi, e ka këtë cilësitë e njohura të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, doni me i besu si pejgamber edhe me ndihmu. Edhe Isa alayhi salam kështu ka thënë popullit, edhe Musa alayhi salam kështu ka thënë popullit, edhe Ibrahimi, edhe Nuhi, edhe të gjithë pejgamberët i kanë thënë popullit të tyre, sikur që
kanë përmend komentatorët e Kuranit se të gjithë pejgamberët i kanë tërheqë vërejtjen e popullit të tyre edhe prej Dejxhallit. Nëse jeni gjallë kur vjen një mashtrues i madh, një rëndës i madh, një gënjeshtar i madh, e që është Dejxhalli, e ka këtë cilësi, largohuni prej tij. Tash që është e meritet veç me i mësua cilësitë e Dejxhallit, e murujt prej tyre, edhe kushdo që është i ngjashëm me këtë, edhe me mësua cilësitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe me pasu. Se pejgamberi prej të Ademi alayhis salam mëran gjithë secili ka dhënë popullit nëse vjen një Muhammed, një pejgamber, doni me besu se ndryshe shkoni në xhehenem, edhe me ndihmue. Dhe nëse vjen një Dejxhall, një rëndës, një mashtrues, mos gaboni me besu atina, se shkoni në xhehenem. Qale fashhadu, Allah subhanahu wa taala ka thënë pejgamberëve, dëshmoni pra. Dëshmoni për vete dhe thuni popullit juve, lajmëroni për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wa ana ma'akum min ash-shahidin, dhe unë do të jem me juve dëshmitar. Dhe Allah subhanahu wa taala në shumë argumente në libër e në plot mrekullit të tjera u ka dëshmuar njerëzve se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kushdo që ja kthen shpinën pas kësaj, nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ndihmon fen shariatën që në thirr Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të tillët janë të prishur, fasikun, kufar, pabesimtar. Nga se fisku, ndonjëherë mundet me mri nivelin e mëkatit, ndonjëherë mundet me mri nivelin e kufrit. Në këtë rast, kushdo që nuk e beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e ndihmon, ajo e mrin shkallën e kufrit, fisku, shkallën e kufrit, e cilët nxjerr prej feje. E fa ghayra dinillahi yabghun, a ka dikush që po kërkon fe tjetër përveç fesë së Allahut? E kjo është çudi. Mos më thoni njëri vetit musliman, a pet është çudi, edhe me lyp fe tjetër përveç fesë së Allahut. Ama çudia më e madhe është i thon vetit musliman, edhe me lyp fe tjetër, me lyp halal dhe haram tjetër, përveç atë që e kanë bërë halal dhe haram Allah, kjo është probleme për mund që ditë. E fa ghayra dinillahi yabghun, a fe tjetër përveç fesë së Allahut po lypni, wa law aslama man fi s-samawati wal ard, këtu e ditë ju se Allah subhanahu wa taala krejt ju ka nështruar, veç ju s'jeni tu nështruar alo. Tawan wa karha, Allah subhanahu wa taala ka nështruar të gjithë që ka në tokë në qiell, me dëshirë ose me dhunë. Me dëshirë ose me dhunë, me dëshirë të njerëzit edhe të gjinët, Allah subhanahu wa taala ka lënë të lirë çështjen e besimit. Por i ka bërë të detyruara plot çështje që ne jena të nështruar nga Allah subhanahu wa taala me dhunë, dashtëm ne ose nuk dashtëm. Por lirin Allah subhanahu wa taala të njerëzit dhe gjinët e ka lënë vetëm të çështjet e besimit. Ne dashtëm ose s'dashtëm kemi me jetue duke marrë frymë, çfarë se ki. Dashtëm e s'dashtëm kemi me flet, çfarë nuk e ki. Dashtëm e s'dashtëm kemi me ushqyer. Do të thonë, ka plot elemente që ne jena të nështruar nga Allah subhanahu wa taala dashte ti s'dashte. Vetë çështën e besimit të ka lënë Allah. O kështu da çfarë shtyre kia, do më besu Allahun ajo, e ku ishe pjesa e madhe njerëzve nuk besojnë. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Allah subhanahu wa taala ju ka nështruar gjithçka ka në qiell në tokë, me dëshirë ose me dhunë. Sa mos mundet dilli me thonë ditë s'po du me boçë të udh, du munoj me pushue. A mundet me thonë toka, a mundet me thonë hona, a mundet me thonë dikush me krijesave? Kullu yajri li ajalin musamma, gjithse cila krijesa Allah ka me jetë sipas asaj që ka kriju Allah. Qarë nuk e ka pa jetë qashtu, se s'mundet ndryshe. Kurse të çështjet e besimit, Allah subhanahu wa taala njerëzve u ka lënë të lirë, imma shakirun wa imma kafura, kush do të beson, kush do mos beson. Në çështje e lirë. Pastaj kush nuk beson e merr dënimin me xhenem, se vetë me dëshirë të lirë po do të shkojë në xhenem. Kushdo që beson dhe i përmbahet rregullave e merr shpërblimin e tij me xhenet.
Wa ilayhi yurja'un, dhe të gjithë ne kemi më kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.